shkon. Qa ka 3 herë ditë loq? Mirë, Robert, mirë. Tu u mundu me marrë veten, të pas parasysh që ka disa ditë që dola prej shtëpisë më të famshme të Kosovës, Bigit, edhe jom të akumulu, jom të mush me energji, edhe sigurisht arditi me u kthy venit ku për çka jom kriju realisht, skenës. Shumë shpejt për këtena në skenë, shumë këngë on the way, edhe me vazhdu aty ku e kom lonë. Që ka ndodhë që erdhë puna me mu futën Big Brother, që ti me vazhdu, që ka ndodhë që e ke buat pauze, që e tërheke, na e dim, me qenë se na kemi lidhe familjare, edhe do me thonë kërkon se kom në të ofert si ty, pa ka shumë ki informata, saj përket pse arditi ka mungur realisht skenës, ato vite kanë qenë, do me thonë, me justifikona plëtsisht, për vetë faktin që unë ndala karjerën se familja para se gjithash, u kujdesa për Axhen Enver, për tetën shank, do të thotë mosha e bënd vetën, smundja e atyne, edhe ato, do me thonë, u bo pak si gjatë, u bo në vitën pytje, prandaj arditi ka mungu skenës se për kur gjotë tjetër, kurën e kurës nuk kisha hek dorë prej skenës. Albani u martu, Astriti u martu, ti ke metit, ti e i treti, apo jo, po ju një bineq? Unë jam maj masa Astriti, 2 minuta jam, po. 2 minuta? Po, 2 minuta. Po, unë e shpesh këmë thonë, në për intervista, aden pëse Robert su fute pak ma heret në këndim, aden për muzikës, për muzikantit. Thash për sportista, është keq, kalën një ko, për kanktor, për muzikë, për kështu, për karierë të artistit si muzikantit, si kanktor, s'ka mosh. Normal. Normal, ajo nuk diskutohet. Me thonë zotë jumër si Agjet Sabri, me 82-3 edhe halok, nënë do me thonë, gjdo vikend është i në zonën. Kështu që nuk ka vonë kur, edhe presim me albume me projekte shumë të mira. Falenderit shumë. Sa ti do shtë anë ty me të pyti qka, kur që shpinin, kur po vorin këta, din që i dalin për Big Brother, aja e kone dhe ti qëtun që si... Nesë tash po bojmë 15 vjetë që ke dalë, atë. Apo? Në kom në të parin. Para 4 vite. Dytin. Dytin, ha? Okej, pa ka shumë me denë santi. Që ka duke eksperienca? Shumë mirë. A ki mujt me gjithë vetëm rana? Qa më shef që ta? A ki rritë më shef ta sa? Qashtu diqka. Qashtu diqka, ona, edhe më shefën. Njerë qash miru më ta më shef. Qashtu, këtyre, është diqka që unë realisht e kom kalu para prakisht, unë vitin 2011 veç e kom fitu njerë, realisht një reality show, vip shpia në realisht, edhe kjo ka qenë hera e dytë për mu, po thjesht e shfrytëzova ato që ka deshta unë me arrit, e arrita. Realisht do me qoj një këteva audiencën, një këteva generatat e reja ka vetvetja, edhe normal Big Brother i maj madhe jemi është këto. Edhe sigurisht që mu dasht një refresh, një comeback, edhe kjo është forma ma e mire mundshme, ke do me thonë momenti i duhur, edhe arditi do me thonë e shfrytëzova mas mirti. Kur gjo tjetër nuk kom prit, besomni, se për asë një qmim, arditi nuk ndryshon, nuk ndryshoj karakter, nuk ndryshoj vetveten. Hina mrenda isha ajqi jam edhe jashtë. Do me thonë kalova për të plota, po thuaj se 100 dit, edhe ato që ka deshta me marru në e mora, edhe tash vazhdojmë tutje me profesionin, sigurisht.